djeg Kosovën në sytë e atyre pa cilët Kosova nuk bën dot gjap, jo hap, që janë ata që e krijuan shtetin e pavarur të Kosovës. Adem Jashari, Hashim Thaçi dhe gjithë tjerët, duke nisur nga Ibrahim Rugova fillimisht, krijuan premisat, po pa ata cipe ju sot i tregoni Sorosin e i tregoni gomallëqet më të mëdha që mund të pjelli mendja e një bajraku të izoluar, nuk bëhej Kosova. Kështu që me ata ne duhet jemi kështu, nëse duam ta çojmë përpara këtë sfidë, nëse duam që ta shtyjmë përpara agjendën kombëtare. Po ju jeni nga ata që luftoni me gjakun e tjerëve. E keni treguar këtë. Ju jeni nga ata që luftoni me viktimat e tjerëve. Ju jeni ata që luftoni me dëshmorët e tjerëve. Ju jeni ata që luftoni me herojtë e tjerëve. Ju jeni ata që kujtoni se luftoni duke vënë lule ke monumenti Adem Jasharit. Edhe duke i ngul thikën Hashim Thaçit, sa herë ju është dhënë mundësia. Çfarë luftarësh jeni ju? Çfarë luftë keni bërë ju? Çfarë luftë keni bërë ju? Çfarë luftë keni bërë ju? E gjithë lufta juaj ka përfunduar. Hapni një luftë të re. Ka përfunduar me një lule mund ballë të padëshirueshëm. Mos keni iluzione. Nuk e merrni dot ju botën në përkëmbë. Mos u bëni si ata, se ata s'kishin internet, ata që gjimonin Haxhi Xhamilin. Kur i thoshte sa të kem sharrën edhe shijakun me vete nuk pyes për Londrën dhe për Parisin. Po ata s'kishin as internet, as Google Earth, ata s'dinin ku ishte Earthi. Ju jeni të gjithë firmato, jeni të gjithë me pasaporta diplomatike, jeni të gjithë që flisni për të ardhmen e kombit. Edhe çfarë bëni? I gjimoni Haxhiu 3, i gjimoni Xhikes dhe Likes, që ju thonë ne s'pyesim për Amerikën sa të kemi dinjitetin dhe sovranitetin, dhe që gjithë luftrat i kanë bërë me dëshmorët e tjerëve, me viktimat e tjerëve, me gjakun e tjerëve, me kockat e tjerëve. E po ky parlament, sa të jemi ne këtu, nuk bëhet vendi ku të vi gogoli juaj bashkë me ju që i shkonin mbrapa, e të bluaj kocka nga Srebrenica, e nga Kosova, e të pi gjak nga gjaku i atyre që sot janë në përjetësi, por që ne këtu që jemi të përditshëm nuk jemi të përjetshëm, në atakon t'ja u mbrojnë pacënuar të përjetësi. Fjala për zotin Tomor Alizoti, 4 minuta në dispozicion. Zoti Alizoti, fjala për ju. Nuk u përmend as emër as mbiemër. Sketur, o puraca, o i pa ftyr, jo, se pak mjë, o i pa ftyr, u bëhet e atjerë në përgjigje, të tregojnë se sablen ftyra, o puraca, o i pa ftyr, o i pa erë, o i pa ndërë, i thuaj jetë të lakë fjallë të tregojnë që të ka shmenë 7 povit. Zoti Berisha nuk ka fjalë për replik tani. Jemi me kohë kufizuar, kemi filluar diskutimet. Zoti Alizoti flet vetë, zoti Boçi. Po zoti Alizoti, fjala për ju. Me që ky parlament është kthyer në një teatr, unë nuk kam dëshirë të jem në pjesë të teatrit dhe fjalën e kaloj me kënaqësi duke qenë një demokrat i vjetër dhe jo një njeri që vite ka blloku, ja kaloj me kënaqësi zotit Berisha dhe mund të marrë kohën tim. Po hapur më është mikrofoni, mori kohën e zotit Alizoti 4 minuta. Së pari dhe njerë duhet theksoj se kur djemtë e Kosovës flionin jetën dhe derdhin gjakun, kur Adem Jashari shdoj prekazin në kruj të vërtet, parafolsi
i dekonfiguruar dhe i shtruar në një pacient të pamjekuar, shiste ikona të vjedhura dhe spiononte emigrant në Paris. Shiste ikonat vjedhura, edhe njëherë te ka thënë Fatos Nano. Është deklarat e Fatos Nanos. Për sa i përket arrestimit të Hashim Thaçit, duhet ju them sot të vërtetën. Në proces të arrestimit të Hashim Thaçit qëndron një trinom, Kremlin, Beograd, Tiranë. Ky e mori, e futi Hashim Thaçin në spiralet e ndryshimit kufive në Ballkan. Ky sugjeroi Hashim Thaçit të shtërngonte duart me Putinin. Ky, bashkë me Ymer dhe klost e tij, janë burime, shpifjesht pa fundme. Edi Rama pra, në një spiral, futi udhëheqjen politike të Kosovës në një spiral, e cila në mënyrë absolute ndikoi në proces në arrestimit të tyre. Unë do të diskutoj më vonë për të gjithë të vërtetat e raportit Dick Marty, për të gjithë të vërtetat e hetimeve. Faktikisht çdo gjë është me dokumenta, por ky që do të bëhet tani patriot, absolutisht me baton Haxhiun, janë dy promotorët e arrestimit të udhëheqjes politike të Kosovës. Këta morën fushatën e anullimit dhe asgjësimit të gjykatës ndërkombëtare, gjë e cila tregonte indirekt se po përpiqen për të fshehur fajësitë që s'ekzistonin. Pranaj dhe hidhe dhe kërcen këtu, sepse e din që në çdo variant del thjesht një argat dhe vasal i Aleksandr Vučićit. Sepse e din se në çdo samit është i damkosur si argat i tij, jo për Kosovën, për Kunazi, por për planet e Vučićit, përpiqet në çdo samit t'i bëj retushin. Por këto janë njëri aspekt. Aspekti tjetër është shtat korriku. Kur se keni pa në këtë platformë, nuk po duhem me përdor termat, por po them këtu të shkonfiguruar, të shpërftyruar, si që doli kësaj here. Qëndrimi ynë është pa diskutim ai që ka qenë gjithmonë, dhe unë e kam shprehur, do ta shpreh jo këtu, në organizate e Kombeve Bashkuara, në Parlamentin Evropian, në Këshillin Evropian. Berisha mbaroi kohë. Dhe kur populli thotë, vole ik, nuk thot ik. Në pension, do thot ik në Tirus. Atë do shkosh. Dhe çdo djeri që ke bërë, do të dali për humbs se meriton. E vjedhur sa askush në asnjë vend dhe në asnjë kasikon. Me propozim të kryetarit grupit parlamentar, 8 minutat e kohës të grupit janë ndarë midis zonjës Kodheli dhe zotit Majko. Fjala për zotin Majko. 4 minuta.
e nderuar kryetare e seancës, të nderuar deputet. Sot Kuvendi i Shqipërisë është ftuar për të miratuar rezolutën mbi papasueshmërinë e pretendimeve për trafikimin e palishëm të organeve njerëzore në Kosovë dhe Shqipëri. Në Komisionin e Politikës Jashtme, pati diskutim për faktin se në Kuvend janë depozituar edhe 2 kërkesa nga deputetët e Partisë Demokratike për miratimin e rezolutës për genocidin e kryer në Kosovë. Këto kërkesa të Partisë Demokratike vinin në pikpyetje qëndrimin e mparshëm të shtetit shqiptar për këtë çështje. Rezolutat e Kuvendit të Shqipërisë janë platforma ku e kaluara informon të tashmen dhe jo një gjendje emocionale për të vënë në provë njëri tjetrin. Opozitës ju propozua që qëndrimet e saj për genocidin t'i përfshinte në rezolutën që është sot për diskutim. Ky propozim nuk u pranua. Qëllimi i rezolutës propozuar nga Partia Socialiste, siç u tha, është ndërmarrja nga shteti shqiptar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës i veprimeve për rishikimin e rezolutës numër 1782 të vitit 2011 për ta shtuquajturin trafikim të palishëm të organeve njerëzore në Shqipëri dhe Kosovë.